Në të gjithë qarkun e Berantit ka nisur në orën 7 procesi i votimit dhe duhet thënë që Skarapari, që është bashkia më e largët, ka qenë e para e cila që prej orës 7 minuta ka pasur votues të cilët prisnin për të hedhur votën në ditën e sotme. Për sa i përket të gjithë qarkut, janë 277 qendra votimi dhe vetëm në një qendër votimi të qytetit të Berantit ka nisur votimi 30 minuta me vonesë për shkak se ka qenë një problematikë e shkëputjes së energjisë elektrike në automatin e shkollës, e cila është rregulluar më pas dhe ka nisur votimin më herët. Por këto 2 orë që ka nisur votimi, pjesëmarrja është pothuajse e njëjtë me procesin e votimit dhe pjesëmarrjen e vitit 2021. Të parët të cilët kanë votuar kanë qenë moshat e treta, sigurisht ishin ata të cilët kanë vendosur që edhe këtë herë të hedhin votën aty ku ata e kishin programuar më herët.